është një gjellë e shishme, shumë praktike për të gjithë të dashur ndjekës. Ka ardhimri, them unë, të koshiu dhe unë do bëj një recetë tepër të vjetër, tradicionale, po më shumë këtë recetë me patate dhe me një dorë bizele që du me jashtu unë, hapë vatrën dhe do t'i hudh 2 qep mesatare. Ja, 2 qep mesatare, mund t'i hudhin dhe më pak. I hudh edhe i qep kryp, jo dhe shumë, se ka vetë knori që unë e kam bë buljon. Buljoni, them unë, kur e pregatis më përpara, me ujë të nxehtë dhe i jep shumë shije. Do t'i hudh pak piper të zi, do t'a lej pak kavërdiset qepa, e muloj pak, t'i bi avulli, priteni si të doni, por nuk duhet t'jetë shumë e madhe, se me zi tretet, po kubik kështu. Ja, kubik 4 orë. Mund të kaloni në një pak më të madhe për shije. Tashti që unë marova prerjen e patates, do t'i kaloj në një kulles dhe do t'i shplaj prap me ujë të ftohtë. Tashti e shplava, e kam hazër dhe qepën, e hap edhe një qik, se kisha lonë më pak, e do i hudh patatet e shplame në moment, i fut një të përzime, derisa të më kavërdiset pak patatja, pa ngjyrë, po që të zbutet. 7-8 minuta që do kavërdiset patatja, duhet me i nejt te koka. Bashkë me pataten, fillo zbutet edhe qepa më shumë, është i myll prap. Këtu kam enën time, që kam bo longun, 1 knor perime, 1 knor pule, për 1 litër e i qerek ujë. Në kohën që bëhet patatja, unë kam zi 1 filxhon, ju kam thonë që i du gati të pregatitme këtë filxhonin për 1 kile i qerek patate, e kam mush me bizele, e kam zi 10 minuta me orë në dorë, gjysëm e zime, se tjetrën do e vazhdoj në tenxhere, tashti mo dhe i hudh longon. Ja, po filloj që me një pak poshtë, do t'i hedhim nga buljoni që e kam pregatit. Ky është i ngrohtë. Ja, tu i hudh pak nga pak, jo shumë. Tu tret dhe qepa, avash, tani duhet dhe një tenxhere me fund të gjonë. Ashti marrë dhe i muloj, do t'i ullë fare, si puna e pilafit, të bëhet avash, se patatja dhe grosha dun flak shumë t'ullët. Si u bëj pilaf tashi, sa t'i bjeri dhetësia vatrës, ajo do normalizohet në një flak të avashët. Tashti patatja ka lëshu gjysmën e purez, si ti pureje, që është e zime, dhe unë do t'i vazhdoj një pjesë të longut. Ja, gjithmonë po ju acilsoj, longu t'jetë i nxehtë. Tu kam marrë një lugë çaj, ndërsa në këto bashkoj edhe pak spec pikant. Ja, mundohen ta përforcoj ngjyrën pak këtë speci. Po që shumë e tharët hudhin një pikë sheqer, iqin një aciditetin, po nuk është problema jo, vetëm e mysni me pak, shumë pak sheqer. Tashti këtë salcë që pregatita, unë marrë dhe e hedh mrena, e shtoj me i qik nga longu, gjithmonë nuk e hedh pelte asnjëherë, e tres, se e mban ngjyrën si që hedhim. Do të hap dhe pak të mori val, se thash e kisha lënë shumë ullët, ama si pilafi, zbutja e patates, dhe pjesën tjetër të longu do t'a lej pak me flak të fortë, sa të mori val, nuk do t'i hedh më, për momenti, sa të mullohen 2 gisht patate, sipër me long, mbi patate, gjithmonë. E lej të mori val tashi, edhe doja ullë të bëhet prap avash. Mas 10 minutave që kam vu pataten, unë do hudh bizelen që e kam gjysëm të zime. Tashti mas 10 minutave që kam lënë tenxheren me patate, unë do hudh bizelen,
Pa kryp, sigurisht, që bizelja dhe grosha nuk dun kryp në fillim, sa ato ngelen të gjalla. Tash i lej derisa të trashet lëngu edhe të zidhe patatja. Tash për më dreka ka përfundu, patatja është lidhë si që duhet, ja e shifni dhe vetë, është trash dhe lëngu dhe bizeljet kanë zi dhe patatja gjithashtu. Në këto momente, unë kam një tuf koper të vogël, me që ka bizeljen duhet pa tjetër, që ti hudhesh pak koper, ta anoj dhe të duke dhe si gjellë me patate, edhe si gjellë me bizelje, është shumë i mirë koperi për këtë lloj gatimi, nuk ju rekomandoj tek majdanozi, po koperi i jep shumë shije. Tash i lej dhe 3-4 minuta të fikme, kështu si që janë, edhe për mu dreka është gati. Na bëf mirë dhe ne.